Albona, të përshëndes, ti aktualisht ndodhesh në Hekal të Mallakastrës, aty ku ditën e djeshme duhet thënë ra një zjarr që dogji duhet thënë 30 hektar sipërfaqe. Si është situata në këtë moment që flasim dhe çfarë thonë ekipet e zjarrfikses? Po, Kassandra, ndodhem në Bylis konkretisht, mbi luginën e Vjosës, në vendbanimin i lirë 2400 vjeçar të Bylisit, ndërkohë që ekipet e emergjencave dhe të zjarrfiksit kryesisht të Mallakastrës janë shpërndarë rreth rrotull parkut arkeologjik, por edhe përgjatë gjithë territorit i cili u përfshi gjatë ditës së djeshme nga flakët për të monitoruar situatën hapkastati, duke qenë se era e fortë mund të shkaktojë rindezje apo riaktivizim të vatrave të zjarrit dhe të angazhojë sërish zjarrfiksit në terren. Por nuk është çështja vetëm te angazhimi për shuarjen e flakëve, sepse kemi një bilanc prej 30 hektarësh dëme në Ullishta, por edhe në pjesën më të madhe në Shkure. Ajo që ishte edhe që alarmoi të gjithë strukturat e emergjencave civile duke i angazhuar në kohë rekord, duhet thënë, dhe duke bërë një koordinim të shpejt në kohë, duke bërë që të funksionojë në fakt ai që quhet sistemi paralajmërimit të hershëm, për të shuar flakët, sepse kishim të bënim me parkun arkeologjik të Bylisit. Është një territor, një qytet antik 2400 vjeçar, por që ka vlera të jashtëzakonshme në nivel kombëtar, sa i takon arkitekturës së veçantë të qytetit i lirë, por edhe trashëgimisë që ai ka sjell përpara shekujve, përpara 1000 vjeçarve, duke bërë që strukturat të angazhoheshin seriozisht për të shpëtuar parkun apo për të mos lejuar zjarrin të depërtonte brenda mureve rrethues të qytetit apo atij që njihet si territori i parkut arkeologjik të Bylisit. Bëhet fjalë në fakt për një territor prej 30 hektarësh që e rrethoi praktikisht qytetin duke qenë se era ndryshoi drejtim ditën e djeshme dhe bëri që të angazhoheshin 10 efektiv zjarrfikës të Mallakastrës, qyteteve fqinje, të forcave të armatosura, sigurisht edhe me ndërhyrjen e helikopterit nga ajri, u bë mundur në një operacion 12 orësh që flakët të shuheshin pavarësisht erës. Jo vetëm që u shuan, por pati le të themi dëme minimale sa i takon strukturës apo vendbanimit antik jashtë territorit të parkut arkeologjik të Bylisit, jashtë mureve rrethues të qytetit. Duhet thënë, Albona, në këtë momente që ti po raporton direkt nga Bylisi, ka një erë të fortë, kjo është e dukshme, sa mund të ndikojë edhe në ndoshta reaktivizimin e vatrave të zjarrit, ekziston ky rrezik sërish apo jo? Ekziston mundësia, patjetër, sepse kemi të bëjmë me temperaturat të larta nga njëra anë dhe me erë të fortë nga ana tjetër. Në rastet e zjarreve të tilla në kohë fatësire në fakt është bërë normë që zjarri të rindizet 24 orë pas shuarjes. Prandaj zjarrfiksit janë aktualisht pothuajse të gjithë në gjendje gatishmërie dhe në gjendje alarmi, pikërisht për të shmangur riaktivizimin e vatrave, sepse e sigurt është ose të paktën gjasat janë që vatrat të riaktivizohen fal erës së fortë. Por ajo që e bën, le të themi, dallimin në këtë rast është angazhimi në terren edhe në këto momente që flasim për të mos lejuar rindezjen ose përhapjen e zjarrit që mund të rindizet fal erës së fortë. Është shefi i zjarrfikësve të Mallakastrës, Mandi Alia, i cili na tregon për situatën sot dhe për atë operacion të gjatë që zgjati 12 orë ditën e djeshme. Mund ta ndjekim. Jemi duke monitoruar terrenin për vatrat e reja ose reaktivizim të vatrave ekzistuese. Erat e forta janë kundër nesh, sepse mund të rindizet ndonjë vatër zjarri aty ku është shkuar plotësisht. Jemi duke u ndarë në grupe përreth parkut arkeologjik dhe territorit që është djegur me qëllim të ndryhet sa më të shpejt në rast se do kemi situatë. Si ishte operacioni i djeshëm? Dje ishte një operacion i vështirë, sepse ky ishte zjarri që rrezikoi qytetin antik të Bylisit. U pozicionuam përgjatë murit rrethues, duke mos lejuar depërtimin e zjarrit brenda parkut arkeologjik.
ja dolëm për të shmangur flakët, që nuk preken as edhe një gur antik të qytetit të Bylisit. Falëndimes helikopterit dhe kolegëve zjarfikës të bashkive përkatëse që në qarku të Fierit. Pra, ishte helikopteri, ishin kolegët, që helikopteri, helikopteri nga ajri, forcat armatosura, bashkia, mendimin efektive të bashkisë Oroskovec, Patosit, dhe bashkia efektive të bashkisë Mallakastrë. Mirë, Valbona, kemi ndjerë ushtu edhe intervistën që ke kryer me shefin e zjarfikësve në Mallakastrë. Faleminderit dhe për raportimin e drejt për drejt direkt nga vendi që fatkeqësisht u rrezikua nga flakët një ditë më parë.